Të dashur miq, përshëndetje. Takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Po përcjellim tek ju serinë e mesazheve me titull Kopshti ndaj qytetit. Një krahasim i kopshtit me anitshëm perëndis me qytetet e njeriut. Sidoqoftë njeriu me kokforcinë e tij zgjodhi të largohet nga kopshti i perëndisë dhe të ndërtonte një qytet të mbushur me njerëz të shtirur, arrogantë dhe krenar. Prandaj Perëndia vendosi ta shkatërrojë e dërgoi mbi tokë përmbytjen e madhe. Zoti zgjodhi njeri të ndershëm si Noeu për të populluar sërish tokën. Por njerëzit menduan se mund t'ja dilin ban sërish pa Perëndin. Dhe Nimrodi, një nga pasardhësit e Kamit, u përpoq të ndërtonte një qytetërim që të kundërshtonte Perëndin. Një qytetërim që ta nxirrte jashtë mode Zotin. Dhe ai është quajtur Babiloni, e përmendet shumë herë në Bibël. Në mesazhin e sotëm, Dr. Youssef do të na flasë më shumë për misteret e Babilonisë. Qytetarët e Babilonisë vendosin të ndërtojnë një kull që të arrijnë qiellin. Kulla Babeli do të shërbente si tempull ku ata të adhuronin yjet. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të mësuar më shumë për misteret e Babilonisë. Hello, listening friends. Dëgjues të dashur, përshëndetje të gjithëve. Thank you for tuning in to this broadcast. Ju faleminderit që po na ndiqni në programin ton. We are in the midst of a very exciting series of messages. Ne jemi në mesin e një serie mesazhe shumë emocionuese. If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages called The Garden versus the City. Nëse na ndiqni për herë të parë, jemi në mesin e serisë së mesazheve të titulluar Kopshti ndaj qytetit. The garden is the garden of God. Kopshti është kopshti i Perëndisë. And the city is the city of man. Dhe qyteti është qyteti i njeriut. In our last broadcast, we started looking at Babylon, the mother of all modern cities. Në programin ton të fundit ne filluam të vështronim Babilonin, nënën e të gjithë qyteteve moderne. The Bible speaks of the mystery of Babylon. Bibla flet për misterin e Babilonisë. Last time I promised that I would tell you about that mystery. Herën e kaluar unë ju premtova se do t'ju flisja për këtë mister. In the book of Revelation chapter 17 verse 5, Tek libri i Zbulesës, kapitulli 17, vargu 5. Babylon is called the mother of harlots and the abomination of the earth. Babilonia është quajtur nëna e lavireve dhe neverive të dheut. What is the mystery of Babylon? Cili është misteri i Babilonisë? To put it simply, it is this. E thënë ndryshe është kjo. Babylon is any city that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. Babiloni është çdo qytet që refuzon zbulesën biblike dhe në vend të kësaj zgjedh të ndjek falsitetin. Babylon is any society that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. Babiloni është çdo shoqëri që refuzon zbulesën biblike dhe në vend të kësaj zgjedh të ndjek falsitetin. Babylon is any institution that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. Babiloni është çdo institucion që refuzon zbulesën biblike dhe në vend të kësaj zgjedh të ndjek falsitetin. Babylon is any church that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. Babiloni është çdo kishë që refuzon zbulesën biblike dhe në vend të kësaj zgjedh të ndjek falsitetin. In fact, in the original Babylon, Në fakt në Babiloninë e hershme, Nimrod himself became deified as the chief god. vetë Nimrodi u adhurua si perëndia udhëheqës. From Genesis 11 to Revelation, Nga Zanafilla 11 tek Zbulesa, Babylon became synonymous with the rejection of the true God. Babilonia u bë sinonimi i refuzimit të perëndisë së vërtet. In fact, all of the worship of false gods and goddesses of the pharaohs in India and Rome and Greece were all originated from Babylon. Në fakt, gjithë adhurimi i perëndive dhe perëndeshave të rreme i faraonëve në Indi, Rom dhe Greqi e kishin origjinën në Babiloni. The citizens of Babylon had a vision for a city without God. Qytetarët e Babilonisë kishin një vizion për një qytet pa perëndin.
But secondly, they had a vision for stealing God's glory. Por së dyti ata kishin një vizion për të vjedhur lavdinë e Perëndis. Most of the Bible translators speak of the Tower of Babylon that would reach to heaven. Shumë nga përkthyesit e Biblës flasin për kullën e Babilonisë e cila do të arrinte qiellin. The truth is, these Babylonians were not that foolish. E vërteta është se këta Babilonas nuk ishin dhe aq budallënj. They did not think that they would literally reach and touch heaven. Ata nuk mendonin se do të arrinin dhe do të preknin vërtet qiellin. If they were talking about a tower that would reach to heaven, Ky varg nuk nënkupton në të vërtet prekjen e qiellit. they would have at least gone up to the mountains to build it. Të paktën do të kishin shkuar në male për ta ndërtuar atë. That way they would give themselves a few thousand feet head start. Në këtë mënyrë ata do të kishin fituar mijëra metra lartësi. But they were building in the valley of Shinar, Por ata ishin duke ndërtuar në luginën e Sinarit, which is almost at sea level. që është thuajse në nivelin e detit. The Hebrew words of reaching heaven is a figure of speech. Fjalët hebraike për prekjen e qiellit janë figurative. Let me explain this. Më lejoni t'ju shpjegoj këtë. The top of the building was dedicated to the worship of the zodiac. Maja e ndërtesës I dedikohej adhurimit të zodiakut. And that is why I said to you in our last broadcast that there is a Babylonian revival in the world these days. Dhe ja pse u thash në programin e fundit se në ditët e sotme në botë po ndodh një ringjallje babilonase. Because all of the astrology and the lining up of the stars, Sepse gjithë astrologjia dhe drejtimi I yjeve, it all began here in the Tower of Babel. gjithçka filloi këtu në kullën e Babelit. The tower was simply a temple in which they worshipped the stars. Kulla ishte thjesht një tempull ku ata adhuronin yjet. It was a place where they divided the sky into sections. Ishte një vend ku ata ndanin qiellin në zona. It was taught that a person's destiny was determined by which section they were born under. Mësoi se fati I një njeriu përcaktohej nga zona në të cilën kishin lindur. In fact, from Babylon, astrology passed on to the entire world. Në fakt, nga Babilonia astrologjia kaloi në gjithë botën. The pharaohs took the Babylonian religion and mixed it with their worship of the Nile and came up with their own form of animism. Faraonët morën besimin Babilonas e përzien me adhurimin e Nilit dhe dolën në formën e tyre të aninizmit. The pyramids were constructed in a relationship to the stars. Piramidat u ndërtuan në marrëdhënie me yjet. The Sphinx has a head of a woman symbolizing Virgo, the Virgin. It has the body of a lion symbolizing Leo. Sfinksi kishte kokën e një gruaje që simbolizonte Virgon, virgjëreshën. Kishte trupin e një luani që simbolizonte Leon, luanin. Virgo is the first sign of the zodiac. Virgjëresha është shenja e parë e zodiakut. Leo is the last. Luani është I fundit. So the Sphinx, which means joining, is the meeting point of the zodiac. Prandaj, Sfinks që do të thot lidhje, është pika e takimit të zodiakut. And that is why hundreds of thousands of New Age followers from the West go to visit the pyramids. Dhe ja pse qindra dhe mijëra ndjekës të erës së re nga perëndimi shkojnë për të vizituar piramidat. They went to be there during the new millennium. Ata donin të ishin atje gjatë mijëvjeçarit të ri. The Jews, after 400 years in Egypt, Judenët pas 400 viteve në Egjipt, they left Egypt believing all of this false teaching. e lanë Egjiptin duke besuar gjithë këto mësime të rreme. That is why God warns them in Leviticus 19:31 and Deuteronomy 18 against the worship of the stars. Dhe ja pse Perëndia I paralajmëroi ata tek Levitiku kapitulli 19 vargu 31 dhe ligji për të rirë 18 kundër adhurimit të yjeve. Why? Pse? Because worshiping of the stars is a disguised form of worshiping demons. Sepse adhurimi I yjeve është një formë e maskuar e adhurimit të demonëve. In reality, all of these who follow the stars and the horoscope are worshiping Satan and his demonic forces under the guise of signs and planets.
Në të vërtetë të gjithë ata që ndjekin yjet dhe horoskopin adhurojnë Satanin dhe forcat e tij demoniake nën maskën e shenjave dhe planeteve. The Babylonians were stealing God's glory and giving it to Satan. Babilonasit po vidhin lavdinë e Perëndis dhe po ja jepnin atë Satanit. There are many believers who are steeped into astrology. Ka shumë besimtarë të përfshirë në astrologji. Whether they know it or not, they are worshiping Satan. Pavarësisht nëse e din apo jo, ata po adhurojnë Satanin. The Tower of Babylon, in its lofty grandeur, symbolizes a perversion of the true revelation of God's plan of redemption. Kulla e Babilonisë me madhështinë e saj fisnike simbolizon një shtrembërim të zbulesës së vërtetë të planit të shpengimit të Perëndisë. It is stealing God's glory and giving it to the devil. Kjo do të thotë të vjedhësh lavdinë e Perëndisë dhe t'ja japësh atë djallit. It is robbing the Creator of the stars of his splendor and attributing it to the devil. Kjo do të thotë të grabisësh krijuesin e yjeve të shkëlqimit të tij dhe t'ja veshësh atë djallit. It is the rejection of the truth. Ky është refuzimi I së vërtetës. It is a deliberate choice to follow the deception and falsehood of Satan. Është një zgjedhje e matur për të ndjekur mashtrimin dhe falsitetin e Satanit. Here is how Satan operates. Ja se si vepron Satani. First, Së pari, as a supreme angel in heaven, he wanted to be God. si një angjëll suprem në qiell, ai donte të bëjë Perëndi. He deceived 1/3 of the angelic beings to follow him. Ai mashtroi 1/3 e qenieve angjëllore që ta ndiqnin atë. God threw him out of heaven. Perëndia e flaku atë nga qielli. Next, he deceived Adam and Eve into distrusting and doubting God's word. Pastaj ai mashtroi Adamin dhe Evën në mosbesim dhe dyshimin e fjalës së Perëndisë. Thus, he got them thrown out of the garden. Pra, ai I largoi ata nga kopshti. And then he deceived Cain to worship God in Cain's way, not God's way. Dhe pastaj ai mashtroi Kainin që ta adhuronte Perëndin sipas mënyrës së Kainit dhe jo sipas mënyrës së Perëndisë. This led to the destruction of the earth by the flood. Kjo çoi në shkatrimin e tokës nga përmbytja. Satan deceived Ham's descendants into worshiping him by worshiping the zodiac. Satani mashtroi pasardhësit e Kamit që ta adhuronin atë duke adhuruar zodiakun. And they caused their utter confusion and destruction. Dhe ata shkaktuan hutimin dhe shkatrimin e tyre. Today, he is doing the same thing with this generation. Sot ai po bën të njëjtën gjë me këtë gjenerat. Satan gets people to focus on the blessings and ignore the one who gives the blessings. Satani bën që njerëzit të fokusohen tek bekimet dhe të injorojnë atë që I jep bekimet. This will ultimately bring down the wrath of God upon the world. Së fundi kjo do të zbresë zemërimin e Perëndisë mbi botën. The people of Babylon had a vision for a city without God. Njerëzit e Babilonisë kishin një vizion për një qytet pa Perëndin. They had a vision for stealing God's glory. Ata kishin një vizion për të vjedhur lavdinë e Perëndisë. But finally, the people of Babylon had a vision for self-glory. Por së fundi njerëzit e Babilonisë kishin një vizion për vetë lëvdim. Listen to what they said. Dëgjoni se çfarë thanë ata. They said, "Come, let us make bricks. Ata thanë, o burra të bëjmë tulla. Come, let us build ourselves a city with a tower." O burra të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull. Why? Përse? Verse 4 of Genesis 11 tells us why. Vargu 4 I Zanafillës kapitulli 11 na thot përse. So that we make a name for ourselves. Dhe ti bëjmë një emër vetes. My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. Dëgjues të dashur, duhet më dëgjoni me shumë vëmendje atë që do t'ju them. Self-preservation is God's gift to us to survive in the world. Vetë ruajtja është dhurata e Perëndisë për ne, që të mbijetojmë në botë. But like all of Satan's deceptions and confusion, Por si gjithë mashtrimet dhe hutimet e Satanit, he takes a gift and turns it into an idol. ai merr një dhuratë dhe shndërron atë në idhull. The gift of self-preservation and survival is turned into self-worship. Dhurata e vetë ruajtjes dhe mbijetesës është ndërruar në vetë adhurim.
The gift of self-protection is turned into an idol of falling in love with ourselves. Dhurata e vetëmbrojtjes është ndërruar në një idhull të duan vetveten. Today in the world, the most dominating god among all people is the idol of self. Sot në botë, perëndia që mbizotron më shumë mes njerëzve është idhulli I vetes. An inordinate number of magazines are totally dedicated to self-absorption and self-worship. Një numër I madh revistash janë kushtuar plotësisht vetëpërvetësimit dhe vetadmirimit. In the West, there is a very popular magazine called Self. Në Perëndim është një revistë shumë e njohur e titulluar Vetja. Today, we spend most of our resources, our energy, our time, and our focus on ourselves. Sot, ne shpenzojmë shumicën e burimeve tona, energjinë, kohën dhe fokusin ton për veten. This powerful God of self knows no limit. Ky Perëndi I fuqishëm I vetes nuk njeh kufi. This powerful God of self has no boundaries. Ky Perëndi I fuqishëm I vetes nuk ka një cak. This powerful God of self resides everywhere, including among believers. Ky Perëndi I fuqishëm I vetes banon kudo, përfshi dhe besimtarët. This powerful God of self invades all territories, Ky Perëndi I fuqishëm I vetes pushton gjithë territoret, including the Church of Jesus Christ. përfshi këtu dhe kishën e Jezus Krishtit. This powerful God of self is conquering and defeating even some of the saints. Ky Perëndi I fuqishëm I vetes po pushton dhe mposht madje dhe disa shenjtor. But our God is a jealous God. Por Zoti ynë është një Zot xheloz. Our God does not like any rivals. Zoti ynë nuk pëlqen ndonjë rival. Our God does not accommodate other gods. Perëndia ynë nuk strehon perëndi të tjera. Our God does not negotiate with other gods. Perëndia ynë nuk diskuton me perëndi të tjera. So the consequences of worshiping the stars and the consequences of the self-focus of the Babylonians were terrible. Prandaj, pasojat e adhurimit të yjeve dhe pasojat e vetlëvdimit të Babilonasve ishin të tmerrshme. And God sent them confusion. Dhe Perëndia u dërgoi përshtjellim. They assembled their council to defy God. Ata mblodhen këshillin e tyre për të kundërshtuar Perëndin. They assembled their council to ignore God. Ata mblodhen këshillin e tyre për të injoruar Perëndin. They assembled their council to steal God's glory. Ata mblodhen këshillin e tyre për të vjedhur lavdinë e Perëndis. They assembled their council for self-glory. Ata mblodhen këshillin e tyre për vetlëvdim. So God assembled his council. Prandaj Perëndia mblodhi këshillin e tij. Look at verse 7 of Genesis 11. Shikoni vargun e 7 të Zanafillës 11. Come, let us go down and confuse their language. O burra të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre. The council of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit met. Pra, u mblodh këshilli I Trinisë së Shenjtë, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. And God's counsel always prevails. Dhe këshilli I Perëndis gjithmonë triumfon. Those who continue to worship the God of self Ata që vazhdojnë të adhurojnë Zotin e vetes, will always be frustrated. do të dështojnë gjithmonë. The bubble of their success will burst at the first touch. Fluska e suksesit të tyre do të shpërthejë që në prekjen e parë. The fruit of their desire will be like sand in the mouth. Fryti I dëshirës së tyre do të jetë si rëra në gojë. The council of the Babylonians said, let's go up. Këshilli I Babilonasve tha, le të ngjitemi lart. God's council said, let's go down. Këshilli I Perëndis tha, le të zbrecim poshtë. You know, when you stand on the ground looking up to a tall building, it looks gigantic. A e dini se kur qëndroni mbi tokë duke parë një ndërtesë të lartë, ajo ju duket gjigande? But when you fly over it, it looks so tiny. Por kur ju fluturoni mbi të, ajo duket kaq e vogël. With all of our intellectual and scientific big talk, Me gjithë mburjen tonë intelektuale dhe shkencore, from on high, we look like a speck of dust to God. nga lart ne dukemi si grimca pluhuri për Perëndin. With all of our financial wealth and power, Me gjithë pasurinë tonë financiare dhe pushtetin tonë, from heaven we look like ants. nga qielli ne dukemi si milingona. The only true significance is found when we accept the invitation of the one who said the following.
Kuptimi I vërtet zbulohet kur pranojmë ftesën e atij që ka thënë: Come unto me all who are thirsty, and I will give you drink. Ejani tek unë ju që jeni të etur dhe unë do t'ju jap të pini. Come unto me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ejani tek unë ju të gjithë që jeni të dobët dhe të lënduar dhe unë do t'ju jap shlodhje. God's invitation to us is come. Ftesa e Perëndis për ne është ejani. This means that you still have a chance, Kjo do të thotë se ende e keni një shans, because there is mercy in God. sepse ka mëshirë në Perëndin. Forsake the God of self. Braktisni Perëndinë e vetes. Humble yourself before God. Përuleni veten para Perëndis. He will give you eternal salvation. Ai do t'ju jap shpëtim të përjetshëm. God will rescue you from the judgment that is coming upon the world. Perëndia do t'ju shpëtojë nga gjykimi që po vjen mbi botën. God will assure you of His grace and His garden city of heaven. Perëndia do t'ju sigurojë për hirin e tij dhe qytetin kopësh të qiellit. Will you accept His invitation? A do e pranoni ftesën e tij? It is our sincere desire that your answer will be yes. Është dëshira jone sinqert që përgjigja juaj të jetë po. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. Derisa të takohemi sërish, Zoti ju bekoft. Miq të dashur, këto janë minutat e fundit të programit ton për ditën e sotme. Në programin e sotëm, doktor Jusef na tregoi se banorët e Babilonisë kishin një vizion për një qytet pa perëndin. Ata kishin një vizion për të vjedhur lavdinë e Perëndisë dhe për t'i dhënë lavdi vetes vet. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Satani bën që njerëzit jepen pas bekimeve dhe të injorojnë Perëndin që I ka bekuar. Kjo sjell zemrimin e Zotit mbi tokë. Dhe e dijeni se Perëndia triumfon gjithmonë mbi njerëzit. Prandaj miqtë e mi, ata që vazhdojnë të adhurojnë veten si Zot do të dështojnë gjithmonë. Në programin ton të rësarshme, doktor Jusef do të në tregoj se si Perëndia sundon mbi marrësinë e njeriut. Perëndia zgjedh Abrahamin dhe jep një tokë dhe një qytet që do të ishte për lavdinë e tij. Qyteti I njeriut nuk kishte dhoma për të adhuruar Perëndinë e vërtet. Prandaj Zoti siguron një qytet të përkohshëm, dhe ai është Jeruzalemi toksor. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu I mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.